qiellin e ndërtuam me fuqinë tonë, me kudretin tonë. Po ju sjell argument me kasve idhujtarve, paganëve, të asaj kohë atij zamani, por edhe të kohrave të mëdhenshme derisa dhe kësaj dite. Se ky qiell të cilin e shohin njerëzit mbi kokat e tyre, me këta trupa gjigant të mëdhenj dhe të panumërt, janë krijesa. Dhe aty ka krijuar krijuesi, e që është Allahu, ai i cili ka fuqi ta krijë këtë qiell dhe këta miliona trupa qiellor. A thonë nuk ka fuqi që ta ringjall njeriu pasi të vdes? Pra Allah i madhruar nëpërmjet tyre shenjave, argumenteve që njerëzit i shohin, po don më kujtu njerëzve se o ju njerëz, përkni kokën dhe shikoni këtë gjithësi, si mbas mentalitetet të mundësive, aftësive që i keni ju, për të gjithë mjafton kjo gjithësi me kuptuar se kjo ka një krijues absolut, shumë të dijshëm, shumë të fuqishëm, shumë të mençur, shumë të urtë, madje skajshmërisht, e që ati ne përkasin cilësitë e përkryera subhanahu wa ta'ala. Ne kemi krijuar qiellin me fuqinë tonë. Wa inna lamusi'un, dhe ne do ta zgjerojmë atë. Ky univers, kjo gjithësi, vazhdon të zgjerohet derisa të dojë Zoti. Nga kurreshtja e shkencëtarëve, astronautëve, fizicianëve dhe të tjerë për të studiuar trupat qiellor, kanë vendosur teleskopa gjigant të mëdhenj për të përcjellur, vëzhguar, vrojtuar lëvizjet e trupave të ndryshëm qiellor. Dhe rastësisht kanë kuptuar se ata po vinë me kohë, madje pa ndërprer, duke u larguar njëri prej tjetrit dhe duke u larguar gjithashtu edhe më larg prej tokës. Në vazhdim, këtë teori e kanë mohuar shumë fizicianë, shumë shkencëtarë, shumë astronaut fillimisht. Prej tyre gjen edhe Einstein, të famshëm, Albert Einstein, i cili thotë në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që kjo gjithësi, ky univers të shkojë drejt zgjerimit të zgjerohet. Por më vonë, edhe ai, edhe të tjerë kanë pajtuar me këtë teori. Teoria e zgjerimit të universit. Pra, kur u kuptu kjo, pas 2 dekadave të shekullit të 20. E që i bie, heq ma pak se 15 shekuj, pasi që ka cekur Zoti jonë këtu në Koran. I lartësuar është i madh Zot, i cili sjell ajete koranore për të gjitha shtresat e njerëzve, madje për të gjitha kohrat deri në kiamet. E shihni se si Korani është bërim i pashtershëm i dijes, e i shkencës. Korani gjithsesi i paraprin shkencës. Para, dyta, nuk ka mundësi në mënyrë absolute që shkenca dhe Korani të vinë në kundërshtim njëra me tjetrën. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وذكرا واسيا حلالا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala, që i përket lartmadhërisë së tij gjithherë, duke dëshmuar, duke pranuar se jemi të mangët, ta lavdrojmë, ta madhrojmë Zotin ton, ashtu qysh ai meriton. Salavat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave, të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar këtë din rrugën e atij burri të madh, derisa të kësaj dite edhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe më tej jemi në surat Adh-Dhariyat, ku i madhi Allah Azza wa Jall, pasi që më lart ceko se ringjallja është hak e vërtet, dhe se njerëzit kanë me dalë para të madhit Allah për të dhënë llogari, për të marrë shpërblimin e tyre, apo të merituar. Ashtu që ata të cilët e mohojnë ringjalljen, e mohojnë Kur'anin, e mohojnë mesazhin qiellor, për ta do të ketë dënim të dhimbshëm. E në anën tjetër, ata të cilët kanë besuar Kur'anin hak, pejgamberin hak, ditën e gjykimit hak, dhe kanë punuar me atë që janë urdhëruar, për ta do të ketë shpërblim të madh. Në vazhdim, Allahu i madhruar cek argumente për njohshmërinë e tij, për fuqinë e tij, për kudretin e tij, se si krijoi qiejt dhe tokën, dhe se çdo gjë ka krijuar në çifte, për të ftuar njerëzit më pas që të kthehen tek i madhi Allah Azza wa Jall. Tani shkojmë tek ajetet të cilat e kemi para vetes dhe duke mbështetur të madhit Allah Azza wa Jall, pas këtij kuptimi të përgjithshëm, shohim se çfarë na thot Allahu i madhëruar më në detaje në ajetet vijuese. Ndaj duke mbështetur lartmadhërisë së tij dhe duke kërkuar prej tij na ndihmë dhe lehtësim, mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, themi: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Qiellin e ndërtuam me fuqinë tonë, me kudretin tonë. Qiellin e ndërtuam me fuqinë tonë, me kudretin tonë. Po ju sjell argument me kasve i dhujtarve, paganve, të asaj koha atij zamani, por edhe të kohrave të mëvonshme derisa të kësaj dite. Se ky qiell të cilin e shohin njerëzit mbi kokat e tyre, me këta trupa gjigant të mëdhenj dhe të panumërt, janë krijesa, dhe aty ka krijuar krijuesi, e që është Allahu. Ka krijuar me fuqinë e tij. Ai i cili ka fuqi ta krijë këtë qiell dhe këta miliona trupa qiellor. A thonë nuk ka fuqi
që ta ringjall njeriun pasi të vdes? Thuaj ndryshe. Ai i cili ka krijuar këtë qiell, me çfarë ka në te? Pa qenë fare. Ka fuqi si që krijoi edhe me shkatruar dhe ta shkatërroj. Pa ai i cili ka këtë fuqi ta krijoi këtë qiell kaq të madh. Dhe kaq në mënyrë të përkryer, e pastaj ta shkatërroj. A nuk ka fuqi dhe mundësi që ta ringjall nëse do edhe një herë qiellin ta krijoj dhe si rrjedhoi edhe insanin ta krijoj apo ta ringjall? E ku është ajo vështirësi në ringjalljen, rikthimin e njeriut edhe një herë siç ka qenë në këtë dynja? Pra Allah i madhruar nëpërmjet këtyre shenjave, argumenteve që njerëzit i shohin, po don me kujtu njerëzve se o ju njerëz, përkni kokën dhe shikoni këtë gjithësi, si mbas mentalitetet të mundësive, aftësive që i keni ju, për të gjithë mjafton kjo gjithësi me kuptuar se kjo ka një krijues absolut, shumë të dishëm, shumë të fuqishëm, shumë të menqur, shumë të urtë, madje skajshmërisht, e që ati ne përkasin cilësitë e përkryera subhanahu wa ta'ala. Ne kemi krijuar qiellin me fuqinë tonë, wa inna lamusi'un, dhe ne do ta zgjerojmë atë. Ne e zgjerojmë atë. Lamusi'un në aspektin gjuhësor, forma e përdorur në këtë ajet jep me kuptuar vazhdimshmëri të veprimit, apo veprim i vazhdueshëm. Pra, Allahu nuk po thot dhe ne e kemi zgjeruar, por ne e zgjerojmë, vazhdojmë ta zgjerojmë. Me shikua jetë komentatorët e hershëm, bin disa kuptime rreth kësaj fjale të Allahut në këtë ajet kuranor. Por, nuk ju ka shkuar mendja njerëzve në atë zaman, kur ka zbritur ky ajet, se Allahu mund ketë për qëllim edhe diçka tjetër pos asaj që kanë kuptuar ulemat të tonë më shekuj. E që është zgjerimi i vazhdueshëm i universit. Ky univers, kjo gjithësi, vazhdon të zgjerohet derisa të dojë Zoti. E pastaj nalet, sepse vije koha më shkatëruar çdo gjë. Ne e zgjerojmë atë. Me këqyr shkrimet, punimet e shkencëtarëve të ndryshëm, gjejmë se deri në shekullin e 20 të kaluarin, në 2 dekadat e para, kujt në dynjat nuk i ka shku mendja se qielli është në rritje, në zgjerim e sipër. Zgjeroj. Derisa nga kurreshtja e shkencëtarëve, astronautëve, fizicianëve dhe tjerë për të studiuar trupat qiellor, kanë vendosur teleskopa gjigant të mëdhenj për të përcjellur, vëzhguar, vrejtuar
lëvizje të trupave të ndryshëm qiellor. Dhe rastësisht kanë kuptuar se ata po vinë me kohë, madje pa ndërprer, duke u larguar njëri prej tjetrit. Dhe duke u larguar gjithashtu edhe më larg prej tokës. Në vazhdim. Këtë teori e kanë mohuar shumë fizicientë, shumë shkencëtarë, shumë astronautë fillimisht. Prej tyre gjen edhe Einsteinin, të famshëm, Albert Einstein, i cili thotë në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që këtë gjithësi, këtë univers të shkoj drejt zgjerimit të zgjerohet. Por më vonë, edhe ai, edhe të tjerë, kanë pajtuar me këtë teori. Teoria e zgjerimit të universit. Pra, kur u kuptu kjo, pas 2 dekadave të shekullit të 20. E që i bie, heq ma pak se 15 shekuj, pasi që ka cekur Zoti jonë këtu në Koran. I lartësuar është i madh Zot, i cili sjell ajete koranore për të gjitha shtresat e njerëzve, madje për të gjitha kohrat deri në kiamet. E shifni se si Korani është bërim i pashtershëm i dijes e i shkencës. Dhe se si Korani nuk shkon pas shkence, po para shkence. I paraprin. Për atë kemi cekur më shumë se një herë. Dhe përsërisim nëse nevojë edhe shumë herë. Dhe përsëritni edhe ju deri të vdesni. Korani gjithsesi i paraprin shkencës. E para, e dyta, nuk ka mundësi në mënyrë absolute që shkenca dhe Korani të vini kundërshtim njëra me tjetër. Nëse vini kundërshtim njëra me tjetrën, atëherë, ose ne musliman se kemi kuptu mirë synimin, qëllimin e fjalës së Zotit, sepse na jena njerëz, e kjo fjalë e Zotit, as jemi pejgamber, ne jemi njerëz, derë dhe mundohem me kuptu diçka. E që mundësia me gabu, është prezente. Gjithherë është prezente. Përpo sanet e prera. Sanet e prera nuk gabojmë ne që i kemë pasko namazditje, i kena kaq farz, këto nuk diskutojnë se të zgabon as të musliman. Edhe më të thjeshtet. Por në gjërat të cilat ka nevojë me fut mendjen, logjikën, mundin, me derë njerëz, që ne quajmë atje në shkencën e fikut, e usulu fikut me bojë ijtihad me derë mund, ka mundësi të gabojnë. Madje edhe dietari më i madh i kohës, apo i çdo kohe, apo gjitha kohrave. Pra, nëse vjen kundërshtim, shkenca me Koranin, ose ne se kemi kuptuar mirë muradin, qëllimin e të madhit Allah me ajet koranor, apo qëllimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse është atje kundërshtim me sunetin, ose shkencëtarët ende nuk e kanë qëllu hakut thjesht është teori. Është një teori e cila mbizatron për momentin, për këtë kohë, por gjithsesi se do vijë një kohë kur kjo teori do të rrëzohet edhe vije teori tjetër e cila paçare do të përputhet me Koranin. Nga se s'ka mundësi me qenë të kundërta njëra me tjetrën. Korani është prej Zotit. E mire shkenca, ka burimin? Çka është shkenca? Jenë zbulimi ligjeve të natyrës. E ligjët të natyrës, kush e ka kriju? Zoti. Pra dhe aty në Zotit, vetëm se kjo fjalë e Zotit, ndërsa aty në ligjët Zotit,
të cilat i ka kurdisur, i ka jaratisur, i ka mbjellur, i ka krijuar në këtë gjithësi i madhe Zot, në tokën, qiellin, detin, ajrin të tjerë. Dhe i ka lënë njerëzit që ata të zbulojnë ato. Le të mirën njerëzit me to. Për ata libri qellor, Korani, në Korani më na mësush me nga tu bukën e që me qitë pite, pa mësa mërti, që dhe me botë, ja, dhe ishte me të pru nga shumë krejta, nga që me i kinë gjenet. Ndërsa këtu do të më lodhë edhe ti. Më lodhë. E duke u lodhë, duke përpjekur, për interesat të tua, mas pari, e të shoqërisë zbulën gjëra. Ato janë, të veqe zbulën, sikur se me qenë të mluara me hije me plëhën, me a hjek plëhënin. Për ata është termi shumë është precis, janë zbuluar. Është zbuluar. Pra, ka qenë, të se ke kriju, për të që ke plëhënin, ose mykun, dhe ke zbulu, urdhërën ajo njerëz. Shfrytëzojeni. Shfrytëzoni ju njerëz, se kjo kriju për juve. Si puna naftës, e gazet, e fëngjillit, e tjere. Kthehemi tek ajete se kemi ajete gjatë para vetës, pra Allahu i madhruar, me këtë ajet koranor, apo me këtë pjesë të këtë ajeti koranor, wa inna lemusiun, dhe ne kemi krijuar qiellin fuqishëm, dhe ne vazhdojmë, ta zgjerojmë atë, jep me kuptuar se universi është në zgjerim e sipër dhe risat të dojë Zoti. Dhe kjo zgjerim i universit, tashmë është edhe teori e njohur të shkencëtarët, ka qenë e pa njohur në mënyrë absolute deri në 2 dekadat e para të shekullit të kaluar, qyshet se kom më lartë. Thotë Allahu në vazhdim, pra sjell argumentin se qiellin e kemi krijuar fuqishëm, tash të toka. Wal arda farashnaha fa ni'ma al-mahidun, po dhe tokën e kemi bërë të shtrirë, Tokën e kemi bërë të shtrirë, toka është rëmbëllak, për ditën ku është të shtrirë. Sepse që është të madhe, sa që pëse është të shtrirë, nuk e kundërshton dhe nuk vëret fare që është rëmbëllak. Se pengon njëra tjetrën, nuk vinë kundërshtim e shtrirë dhe rëmbëllakët. Se në fakt është rëmbëllakët. Gjithsesi, por për neve në sytë tonë dhe për jetën tonë dhe për punët tona që i bëjmë ne, është të shtrirë. Për ata Allahu e cek termin farashna e kemi shtri. E kemi shtri ka bërë si shtratë. Qa është shtrati? Shtrati, në çdo gjuhë, në aspektin gjuhësor, besoj të çdo gjuhë në botë, është për qëllim një vend i përgatitur mirë për me pushu njeriu te. Tash atë përgatit gruaja, anama, atë vetë, më rëndësi është i përgatitur shtrati. Më herët përgatitet shtrati, tani te përdurët gatë shumë atë. E Allah na ka kriju neve, na ka përgatitur këtë shtrat, e që është toka, pra me të gjitha elementet e nevojshme që ka nevoj këtë shtrat. Respektivisht këtë tokë, që kë njeri për të mira kësaj tokës, krejt që ka nevoj. Që ka i dohen. Për ata i madhi Allah, të bareke o ta'ala, e ka bërë tokën të pënushme, e ka bërë tokën të mëshme me hecë, e ka bërë tokën me qitë frytet, pëmt e perimet e të tjirë, e ka pajisur me uje, me minerale, me atje ujtë tambele, ujtë mjelë të tjirë. Këtë qëto hajratet mira, të cilat i ka kryuar, i ka para përgatitur në aspektin tonë gjuhësor, se dryshe nuk di se themi, në njërë që kur të vimi ne në këtë dënja, me gjithë gatshme krejt. Pra Allah po ja kujton me kazve të cilët po e mohojnë Kur'anin, po e mohojnë ringjallje, po dyshojnë në fuqinë e Zotit, se Zoti s'ka mundësi me ringjall edhe një herë njeriu, krejt këtu sillen për ta vërtetuar kudretin e Zotit, sa i ka fuqi, ju njerëz, po çan pesh për Allahun me ringjall një njeri, i cili ka krijuar këtë qiell, e këta trupa qiellor, dhe i cili ka krijuar këtë tokë me gjithë këto të mirat pafundshme, të panumërueshme, të cilat janë në tokë, e që krejt ato janë në shërbim të insanit.
فنعم الماهدون. E sa shtrues të mirë jemi ne. Pra nuk e kemi bërë thjesht shtrat tokën dhe kaq, me të vranë shpinë e me të lëndujeja, shtrat i mirë, i përshtatshëm për trup. Pra toka është shumë e përshtatshme, e pajisur me të gjitha nevojat për jetën tante. Ka mundësi kjo të vija rasisht? Qa me thati? Ka truaja? Kë ka tru? Kë ka truaj? Për i madhe i vogël qohën, le nana baba, për i madhe i vogël, gjyshe bab gjyshe, mi gjallare, konata, këtë familja qohën, mja pregadit një fëmijë të cilin për presim këtë dënja një shtrat. Mja pregadit shtratin, fëmijët, që i kemi quajtur para djep. Tash më s'ka djepa. I kemi quajtur djep, mja pregaditur djepin sa ma të mirë. Tash, ka logjik me thonë ma se nej, vetë o pregadit, se ka ditë që vejone, këtë djep, vetë pregadit. Tja, i trantja, i marrjet, ja. Të vëdi që një mahal, dy familje në që me pregadit këtë djebre. Sa i në kujtuë qa me bleje, qysh me bëha të për i kanë thonë të përseneve, ja, steke një lulaki, një ku ta diune që përna vjen një fëmijë pregadit. Pra, më spelan mangi kur gjë, për fëmijën kur del këtë dënja. E i madhi Allah për ngjasan, e i madhi Allah për thët, edhe sa shtrues të mirë jemi ne. Pra, mja kujtu robit, se asgjë mangu se kemi lanë, jo njerëz. Se delsh këtë dënja krejt, që ka nevoj trupit, organizmi, janë të kryuara, të para pregaditura, para teje, për ty o insan, për ty o i biri Ademit, as ta ka pas Zoti bërq. Nuk ta ka pas bërq, dhe nuk ta ka bërq. فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Vazhdon e cek argumente tjera për fuqinë e tij, për kudretin e tina, dhe thot edhe nga çdo gjë kemi krijuar dy lloje. Nga çdo gjë, ama bash çdo gjë. ومن كل شيء, nga çdo gjë. Khalaqna zawjayn, kemi krijuar çift. Qielli, toka, nata, dita, bardh, ze, mirë, keq. Errësirë, dritë. Kufër, iman. Lëmturi, mjerim, xhenet, xhehenem, poshtë, lart, djathtë, majt. Çdo gjë. Çdo gjë, ama çdo gjë ka krijuar i madh Zot qeft. Edhe kjo është mrekulli në vete, që vënë ka vërtetuar shkenca se edhe pend, edhe perimet, edhe lullet, edhe çdo gjë në këtë gjithësi është mashkull dhe femën, është janë të kundërta mes vete, pa çare. Madje edhe ligjet e fizikës janë të tilla. Çdo gjë. Ama bash çdo gjë. Pse kjo? Prej urtësive, pse Allahu çdo gjë ka bërë çift, me i tregu krijesave se i vetmi që është një dhe nuk ka çift, është lartmadhëria e tij subhanahu wa taala. Ai është një. Ai është i vetëm. Krejt tjerët kanë çift. La ilaha illallah. La'allakum, për ata thot fund, la'allakum tadhakkarun. Ndoshta ju ndaleni me ndani, analizoni, meditoni. Në këtë gjithësi, të nëse je biolog, atje në biologi, të nëse je atje bojsh, në bojtësi, të nëse je atje agronomi, të nëse je atje ku diune, se cili dhe të mendon dhe të mediton. Në këtu ligjet të cilat, këtu krijesa që ka kriju i madh Zot. E do ta kuptoj mirë dhe qartë, se vetëm është Allahu i cili nuk ka ortak, nuk ka rival, dhe se kaj këtu tregojnë për fuqinë të madhit Allah. Për fuqinë absolute. Ajo është i gjithëposhtetshëm. Ajo është krijues absolut. Andaj kam ja krijesat, me adhuru gurin dhe drurin, më mbështetë
varrit, e teqes, e shehut, e atina kresave të Zotit. Ku mu drejtu robt kur ka nevoja, kur ka në siklet? Ku mu drejtu? Të kush? Për ata thot në vazhdim. Fafirru ilallah. Ikni! Dikush e ka thana që ka përthi në zitani. Ska dërtë. Ikni tek Allahu, drejt Allahut. Fafirru ilallah. Ikni tek Allahu. Më ndëgju këtë dikush sefte, ikni tek Allahu, ndoshta, si duket për të kapshme, që i bje ke ikni të Allahu. Por fakt ka kuptim të hatashëm. Ikni prej kufrit dhe shirkut drejt tek Allahu. O, ju njerëz. Ikni prej gjunaheve e harameve në sevape. Ikni prej adhurimi të gurit, të dreqit, të drunit, të idhive, statujave, tek adhurimi Allahut. Ikni prej veprimit të veprave të liga, braktisni ato tek veprat e mira që qojnë të Allahu. Ikni prej vazhdimshmëris në gjunahe, në pendim, në istikfar, e që bje më këthuj të Allahu. Fafirru ilallah. Ikni të Allahu. Ka thonë Saadi, e më ka pëlqyrë shumë, thënje e ti, Allah e pas më shëruar, anë pëse është komentatorët vënë shumë për Allahu, i ka dhanë lërë pëmësi dhe zgjuarësi, të kuptuar të mirë, të thellë të ajeteve koranore. Ka përdorë, thëtë Allahu shprehin ikni, që simbolizën në përmënyre njëri kur ikë, kur ka frikë. Me momenti që përmenet ikja, nën kupton se ka frikë diko atje, andaj po ikin sani, se mos më pas frikë ai sik. Por ik nga se ka frikë. Ka përdorë thëtë Allahu këtë shprehje. Sepse pe çdo gjëje që njeriu ik prej tina përbën frikë. Njeriu nga njeri ke pema të dashurit të tij. Ik gruaja pe burrit, ik burri pe gruas. Madje edhe prindi ik pe evladit, evladi ik pe prindit, e shoki pe shokit, ik pe pushtetit, ik pe njerëzve. Kjo ikje përbën frikë. Ndërsa ikja tek Zoti përbën dashuri. Ngërthën vetë vetën e vetë dashuri. Njëri kur ik te Allahu e dënë Allahun dhe ngërthën qëtësi, që është e kundër dhe frikës. Askond nuk qëtësohet robi, si kurse te Allahu. Askond nuk është më i sigurt, se sa te Allahu. As fëmiju në prahrin e nanës dhe vetë, kur ik pesh vlaznive, motrave tjerë të cilët, apo bëthyju në rrugë, nëse ka këtë cilët e ndjekin në rahin, nuk e ndjen vetën më të qetë, kur i gjuhet nanës në prahen e më të sigurt, se sa robi kur ik te Allahu e drejtohet Allahut. La ilaha illallah. Për ata kjo thani është shumë e ambel. O, ju njerëz, ikni te Allahu. Pra drejtonu, afronu te Allahu. Tërkitni derën e Allahut, e rahmetit të Allahut. A ju pranon. Atë gjeni ngrohtësi, atë gjeni qetësi, atë gjeni siguri, atë gjeni lumturi, atë gjeni stabilitet. Askund tjetër nuk gjeni se kurse te Allahu. Andaj, drejtoni te Allahu. Lëni senet e tjera, këqija, lëni tjerë. Për ata thot në vazhdim, inni lakum minhu nadhirun mubin, thot pejgamberi, thuajti atyne, unë vërtet jam paralajmërues me u tërheq vërejtjen nga dënimi që u ka ardhur popujve të mëhershëm. Unë jam një paralajmërues i qartë me kazve. Pra lënë shirkun, kthenu te Allahu, lënë kufrin, kthenu te Allahu. Praktisni mëkatet e haramet e kthenu te Allahu, sepse unë po atërheq vërejtjen shumë qartë nga dënimi i cili ka goditur popujt e mëhershëm, popullin e Nuhit, e të Hudit, e të Salihut, e të Shajbit, e të Lutit dhe të tjerë, po e dënim, apo i ngjashmet e ka mundësi më goditëve juve.
Wala taj'alu ma Allahi ilahan akhar, dhe mos adhuroni dikë tjetër pas Allahut. Mos sillni Zotit rival, la ilaha illallah, mos sillni ortak karshit madhit Allah te bareke wa taala. Mos adhuroni askin tjetër pas Allahut. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Prapë përsërit një të ngja, vërtet unë u atërheki vrejtjen apo jam paralajmërues i qartë nga ajo që mund të ju godas. Nga dënimi apo sikur dënimi i popujve të mëhershëm. Pas këtij fragmenti, na vije fragmenti fundit i kësaj sureje të bekuar, ku i madhi Allah te bareke wa taala don ta ngushlloj pejgamberin e tij. Dhe e informon i tregon se këto akuza dhe shpifje të cilat populli yt po t'i drejton ty, janë të njëjta me akuzat, shpifjet, me qëndrimet e popujve të mëhershëm karshi pejgamberëve të tyre. Dhe sikur se ata me porosit njëri tjetrin gjenerat pas gjenerat, si më marrë vesh me zveti, qysh me i luftu pejgamber të Zotit. Për të thënë me pas, se mos lodh për këtë, por të veç vazhdo misionin tënd. Pastaj cek qëllimin kryesor për të cilin njeriu është krijuar, e që është adhurimi i të madhit Allah Azza wa Jall, dhe se në fund krejt kërcënon ashpër rënd krejt ata pabesimtar, duke filluar nga Mekasit, e të tjerë me pas deri në Kiamet, të cilët nuk e besojnë ditën e Kiametit, se të mirë, ata të mirë për shpirtin e vetë, çka kam i gjetë ditën e Kiametit, dhe me këtë ajet edhe e përmbyllë apo e përfundon këtë sure.